Në ditën botërore të talasemisë, mjekët njoftojnë lajmin e mirë se prej 2 vitesh nuk ka lindur asnjë fëmijë me këtë sëmundje, ndërsa Shqipëria numëron 350 pacientë të cilët trajtohen në QSUT. Parandalimi ka funksionuar, çiftet e reja janë të informuar dhe depistohen për situatën gjenetike që ata kanë. Gjatë 2 viteve të fundit, tashmë ne jemi thuajse drejt zero së lindjeve të fëmijëve me talasemi. As vitin e kaluar dhe as këtë vit nuk kemi lindje të reja. Kemi vetëm një fëmijë 1.5 vjeç me talasemi major, por të cilin po punohet dhe po kryen procedura për të kryer transplantimin e qelizave staminale. Parandalimi i komplikacioneve është një tjetër sfidë për këta pacientë. Si pasojë e anemisë që sjell pasoja në organet e tjera vitale duke shkaktuar probleme kardiake, hematologjike, infektive e të tjerë, këta pacientë monitorohen rregullisht duke evituar edhe komplikacionet që vijnë si pasojë e kësaj patologjie. Në QSUT bëhen edhe analizat gjenetike për të mundësuar parandalimin e fëmijëve me këtë patologji. Shqipëria është një vend me endemicitet të lartë të beta talasemisë. Shpërndarja e bartësve është heterogjene dhe frekuenca më e lartë është në qytetet si Lushnja, Berati, Fjeri, Saranda dhe Shkodra.